Vetëm ne shqiptarët jemi në gjendje të pretendojmë dhe të provojmë që të gjitha gjuhët e tjera rrjedhin prej kësaj gjuhe, prej gjuhës shqipe. Duke u sulmuar gjuhën shqipe, siç e kanë sulmuar, siç thatë dhe ju, që në kohën e perandorisë romake, edhe kur erdhën osmanët, duke i hequr shqiptarit gjuhën, ti i heq kujtesën historike. Ai nuk mund të pretendojë më për historitë e vjetra që nga para antikiteti, që në historinë e Romës, edhe më mbrapa. Ndaj sulmi ndaj gjuhës shqipe do shtoja edhe Shën Kozmajin, kisha greke. Po, ai nuk kishte urrejtje kundër shqiptarëve, ai kishte urrejtje kundër Shqipës. Edhe për këtë e vranë edhe banorët atje, sepse ai u theshte nuk duhet të dëgjohet fjala shqipe, gjuha shqipe në mesha, në përkisha, në për vetëm greqishtja. Dhe Shën Kozmaj ishte një hierark i rëndësishëm i kishës dhe nuk e kishte nga mendja e vet. Kishte ardhur me mision të shkatronte gjuhën shqipe në zonat ku kishte banor ortodoks. Jemi fiks në një kohë kur greqishtja kishte lejen nga porta e madhe, ndërsa Shqipja diskriminohej. Shën Kozmaj kalonte në për tokat shqiptare dhe në Epir dhe u thoshte banorëve, nëse ju nuk do t'u flisni fëmijëve shqip, nuk do t'u mësoni shqip, të gjitha mëkatet që keni ju do kalojnë mbi mua, domethënë brenda një propagandë shumë të madhe. Tani çka ndodh? Ndodh që lufta kundër gjuhës shqipe ka qenë një proces. Dhe lufta kundër gjuhës shqipe vazhdon të jetë ende një proces. Por ne tani kemi 2 shtete shqiptare që normalisht gjuha mbështetet nga shteti.